Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se erdhët në E-klasa. Unë jam mësuesja Ildës Esati, mësimdhënëse në shkollën fillore Istiqbal Tetov. Sot do të mbajmë një orë mësimore nga lënda shkencat natyrore për klasën e 3. Njësia që do të zhvilloj quhet bëhu aktiv. Çfarë do të mësosh nga kjo njësi? Nga kjo njësi do të mësojmë ç'është aktiviteti dhe si mund të bëhemi aktiv. Ndikimi i aktiviteteve fizike dhe rëndësia e tyre për jetë të shëndetshme dhe në formë. Ndikimi i aktiviteteve fizike në forcimin e skeletit, muskujve, zemrës dhe sistemit imunitar. Dhe llojet e aktiviteteve fizike dhe dobit nga ata. Çfarë do të thotë të jesh aktiv? Të qenit aktiv përfshin gjithçka që ne bëjmë në jetën tonë të përditshme, që nga mëngjesi e deri në mbrëmje. Poshtë kemi dhënë disa nga ilustrimet që na tregojnë nga aktivitetet e përditshme që kryen njerëzit në shtëpitë e tyre, që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Një nga ilustrimet e dhëna nga nxënës të dashur është edhe aktiviteti që ju duhet të bëni, të mësoni dhe të bëni detyrat. Gjithashtu është aktivitet shumë i rëndësishëm. Çfarë na duhet për të qenë aktiv? Për të qenë trupi aktiv nevojitet energji. Mirëpo energjinë si mund ta marrim neve? Nga na vjen energjia? Energjia na vjen atëherë kur ne konsumojmë ushqim të lëvëshëm dhe të rregullt, që do të thotë ushqimi të jetë i pasur me proteina, me minerale, me vitamina, sepse ushqimi është një faktor shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë. Pastaj, si faktor i dytë është të pimë ujë në sasi të duhur, sepse uji është burim i jetës dhe pa të jeta është e pamundur. Si faktor tjetër i rëndësishëm është të bëjmë gjumë të mjaftueshëm dhe cilësor, sepse gjumi përmirëson gjendjen tonë psiqike, memorien, si tek të ne të rriturit, ashtu edhe tek fëmijët. Për të qenë aktiv, neve duhet të bëjmë lëvizjet brenda ditës. Krahas atyre faktorëve, lëvizja për ne është një nevojë jetësore dhe përbërëse thelbësore. Motivimi për të lëvizur shpesh ndryshon nga një njeri tek tjetri. Njerëzit lëvizin për shkaqe të ndryshme. Disa prej tyre lëvizin për të kaluar kohën me familjen, me shok, me shoqe. Dikush lëvizën të shijojë ajrin e pastër, kështu që të paksoj stresin dhe të arrijë një baraspeshje psikofizike në jetën e përditshme. Por disa njerëz ndjejnë kënaqësi nga angazhimet fizike dhe lëvizin për të përmirësuar shëndetin e tyre. Ne të gjithë jemi aktiv fizikisht në një farë mënyre çdo ditë. Çka përfshin lëvizja? Lëvizja përfshin çdo aktivitet të trupave tanë, siç janë ecja nga një vendi në vendin tjetër, vrapimi, ngjitja e shkallëve, mos përdorimi i ashensorit, që do të thotë në rast se kemi shkallë dhe ashensor, neve duhet të zgjedhim shkallët, për shkak se ajo na mban në